Louis Ailey, çështja shkon në gjykata e lartë. Fati ligjor i këngëtarit të njohur Louis Ailey ka marrë një zhvillim të ri, duke rikthyer në vëmendje një çështje që dukej se ishte mbyllur pas vendimit të pafajësisë në apel. Edhe pse më 8 maj 2025 gjykata e apelit e shpallit të pafajshëm, prokuroria e apelit ka vendosur të mos tërhiqet, duke ankimuar vendimin në shkallën më të lartë të sistemit gjyqësor. Kjo do të thotë se çështja do të shqyrtohet tashmë nga gjykata e lartë, duke e mbajtur ende të hapur përfundimin përfundimtar. Gjithçka nisi me një vendim të gjykata e shkallës së parë, e cila e dënoi Ailin me një vit burg, nën akuzën e falsifikimit të dokumenteve. Sipas dosjes hetimore, dyshohej se ai kishte përdorur vula për të kryer veprime ligjore të paautorizuara në një periudhë kur nuk ushtronte zyrtarisht funksionin përkatës. Ky vendim shkaktoi reagime të shumta, ndërsa vetë Ailey e kundërshtoi duke kërkuar drejtësi në shkallën e dytë. Vendimi i apelit për pafajësi u konsiderua si një fitore e rëndësishme për këngëtarin, duke i dhënë atij përkohësisht fund betejës ligjore. Megjithatë, insistimi i organit të akuzës për ta çuar çështjen në gjykatën e lartë tregon se prokuroria mbetet e bindur për qëndrimin e saj dhe për provat e paraqitura. Sipas procedurës, çështja tashmë i është saktuar për shqyrtim gjyqtarit relator Sokol Binaj, i cili do të analizojë rekursin dhe do të vendosë mbi hapat e mëtejshëm procedurial. Gjykata e lartë nuk rishqyrton faktet, por verifikon nëse ligji është zbatuar sakt nga gjykatat më të ulta. Ky zhvillim e rikthen çështjen në qendër të vëmendjes publike dhe ligjore, duke lënë të hapur mundësinë e disa skenarëve: lënien në fuqi të pafajësisë, prishjen e vendimit të apelit ose rikthimin e çështjes për rigjykim. Deri në vendimin përfundimtar të gjykatës së lartë, statusi ligjor i Louis Aileyt mbetet në një fazë vendimtare, ndërsa përfundimi i kësaj betejë gjyqësore pritet të përcaktoj përfundimisht fatin e tij juridik.